Prokuroria e posaçme mbylli hetimet për Ligjzëvendës kryeministrin Arben Ahmetaj në lidhje me fraksionin e inceneratorit të Elbasanit. Përmes avokatit të tij, SPAK e ka komunikuar Ahmetaj 3 akuza korrupsioni pasiv, pastrim parash dhe fshehje dhe mosdeklarim pasurie. Mbyllja e hetimeve ju komunikua edhe bashkëjetueses së Ahmetaj, Eriola Hoxha, dhe ish bashkëshortes së tij Albina Mançka, si dhe shtetësve Andi Boni, Gerjan Kuka, Klodian Zoto, Mirel Mërtiri, Sonila Meqemeja, Elidon Begaj dhe Elda Dinaj. Kjo dosje doli si fraksion më vete nga procedimi mëm për inceneratorin e Elbasanit, ndërsa personat e lartë përmendur akuzohen për njësër veprash penale. Çështja u hetua nga 3 prokurorët e posaçëm Altin Dumani, Enkeleda Milonaj dhe Bledar Maksuti. Arben Ahmetaj është shpallur në kërkim nga prokuroria e posaçme prej muajit korrik të vitit 2023, ndërkohë që organi i akuzës ka vendosur në sekuestro disa prona në emër të tij dhe familjarëve të tij. Ahmetaj po gjykohet në GKKO në lidhje me veprën penale shpërdorim detyre për dosjen Buka SHA.